Shuna përshëndetje, jam të rajoni I Zjarëfikës të Basan. Miq nga Saranda na sollën një motor Volkswagen para një javë, nuk ishin ndesur pas një vendat, janë 4 servise. Dhe në komunistë kishë shkuar. Jam shumë I lumtur që ndeza. E kuptoni çuna. Sapo mbarova. Do hedh një video të plot nga fillimi deri në fund. Gabimet e tyre mekanikëve që nuk kam asgjë ndaj atyre, thjesht nuk kanë eksperiencë në këtë makinë, në këtë motori. Një motor I 6 vjetës që mund të shkojë edhe 20 vjetë të tjera. Prisni videon për 2-3 ditë, do kënaqeni. Është një motor që do shkojë edhe 500 vjetë të tjera këtu. Uqulla, po gëzimi që kam kur les një makinë të vjetër, është I papërshkrueshëm. Çuna respekte. Shikoni pak makinën. Pra, është një motor, s'ka nevojë të ketë finalu, s'ka nevojë të ketë bateri, ka thonë që e ndezë I shku të gjitha gjërat. Pra, e prodhon vetë rrymën, fillet distributori veçantë, s'ka nevojë për finalu, s'ka nevojë, ka thonë, po ndes, rrim nes gjithë jetës. Është motori më I fortë I prodhuar ndonjëherë në gjithë botën. Çuna, shikoni videon e plot, do të bëni nder dhe mua. Për shikimet në YouTube, ju përshëndes gjithë.